Fundjava rikthen ndeshjet e kategorisë superiore në futboll, ndërkohë që këtë të diel starton edhe kategoria e dytë. Në kategorinë superiore, ekipi flamurtarit do të luajë në fushën e vet të dielën në orën 19, ku përballë do të ketë ekipin e Ignatias, kampionin e Shqipërisë në fuqi. Ekipi i flamurtarit vjen pas 4 takimesh ku ka regjistruar 2 fitore dhe 2 humbje, ndërsa Ecuria deri më tanishme nuk është cilësuar as pak pozitive. Prandaj edhe ndeshja përballë Ignatias cilësohet mjaft e rëndësishme për Ecurinë e mëtejshme të ekipit të flamurtarit, ku kërkohet vetëm fitoria. Plonjatët janë rikthyer pas plot 5 vitesh mungesë në kategorinë superiore, ndërsa deri tashmë ndeshjet e para i kanë zhvilluar jashtë Vlorës, teksa kjo ndaj Ignatias ditën e diel në orën 19 do të jetë e para që do të luhet në fushën e vet. Tek flamurtari është bërë një merkato me lojtar cilësor gjatë verës dhe padyshim pritshmëritë janë të mëdha, teksa përballë Ignatias do të kërkohet edhe fitoria e parë në këtë sezon të kategorisë superiore, pavarësisht se luhet në një ekipi i cilësuar si nga më të fortët në Superligën shqiptare. Ndërkohë të dielën starton edhe kategoria e dytë në futboll me ekipin e Orikumit që starton kështu një tjetër sezon me objektivin për të ngjitur në kategorinë e parë. Ekipi i Oriku do të luajë në fushën e vet të dielën përballë Kërcyrës, duke kërkuar vetëm 3 pikët për ta nisur sa më mbar sezonin futbollistik 2025-2026 dhe padyshim për të kërkuar të qëndrojë në vendet e para dhe pse jo vitin tjetër të luajë një kategori më lart.